Banesa ime i ka 61 ose 2 metra katror. Keni porositur një vilë të re për 2-3 vite të ardhshme? Jo, nuk kam porositur. 3 vite kryeministër, do mund të rindi dhe një fëmijë tjetër, apo kujtëm do të ketë nevojë për hapësira, banimi në një pishinë, në Shqipëri kështu ndodh. Gruaja juaj është e pasur? Gruaja ime nuk nga është familja? e pasur. Jo, ka do dhe nuk mund ta blej ajo vilën. Ja, nuk mund ta blej ajo vilën. Unë jam në S'ka këtë asnjë burim, banesë, po. në këtë banesë 61 metra katror, se më rëndësishme se sa banesa ku banoj është fakti që kam me qira. Nuk është pronë ime. A s'është as prona Jo, juaj? është pronë ime. Në këtë kuptim, po, nëse Një grua shqiptare në Shqipëri do të mall konti që s'keni blerë 60 metra katror. besoni nuk. E shqyqy që keni norvegjezë Mos si fajsoni gratë se burrat i kanë fajt. burrat O besoni që nuk i kanë fajt gratë se burrat kanë qef të fajsojnë gratë për fajin që kanë ata. Nuk është se një burr nuk po e dëgjoj gruan për shumë gjëra, po për këtë po e dëgjoj. Pra, është një lloj shovenizmi mashkullor ky i njerëzve të cilët kanë vendosur të korruptohen, e mandej leja fajin gruas, se s'pat qare pa u korruptu, se i tha gruaja. Po jo, po s'është ashtu. Nuk është ashtu fare. Po nuk është fare ashtu. Nuk jetohet me 60 metra, thot. Burrave, shikoni. Mos kesh pak të tërka vit. Artur, burrave shqiptar nuk ka mësuar gratë të tyre shampanjë. Është ashtu. Nuk e kanë mësuar ti gratë. Po unë po them një herë. Po më njerëzit, unë dua që të pasurohen, sepse ka një propagandë kundër meje që unë i dua gjithë varfër tash. Jo më le të pasurohen njerëzit. Gjithë le të pasurohen, por me ligj, me nder, me punë.